Kreu marrëdhënie me të miturën dhe e quante gruan e katërt jepet vendimi për kirurgun Dervishasi. Kirurgu Dervishasi është dënuar me 15 muaj burg sipas vendimit të dhënë nga gjykata e Tiranës. Mjeku me 4 gra u mori pandehur për akuzën e pornografisë, por gjykata bëri rikualifikim të veprës penale dhe dënoi atë për dhunë në familje. Kujtojmë se Dervishasi me profesion mjek kirurg kishte përdorur si bashkëshorten e tij të katërt vajzën 16 vjeçare. Hasi njihet si besimtar musliman dhe kishte edhe 3 gra të tjera. E mitura shkonte në shtëpinë e Hasit në intervale të shkurtra kohore, 3 deri në 4 ditë, ndërsa dyshohet se Hasi ka kryer marrëdhënie seksuale me të, e cila do të konfirmohet përmes akt ekspertizës. Me vajzën ai është njohur që kur ajo ishte 14 vjeç.